që vjen dhe sinjalizimi gjyqtarit Ardian Beqira. Me Kuksin të shpallur zyrtarisht kampioni i Shqipërisë, motivi vetëm i Partizanit ndaj Korabit në javën përmbyllëse të javës së 35 të superiores ishte zbritja e Skënderbeut në vendin e tretë. Të kuq të Starovës përmbushën pritshmëritë, duke fituar 3-0 me Korabin, madje me formacionin më të mirë të mundshëm. Gjithsesi në pjesën e dytë ju dha mundësia e aktivizimit lojtarëve të rinj që kanë patur pak hapësira në formacion. Goditja mbi traj e Kubanit në minutën e 4 ishte sinjali paraprak për një goleadë të mundshme, ndërsa në minutën e 20 pas një kombinimi mes Torasos dhe e Kubanit përfitoi Chetkovic, që shënoi golin e tij të parë me fanellën e kuqe. Përmirëson statistikat sezonale e Kuban në minutën e 25, i shërbyer edhe në këtë rast nga Torasa. Kalebe Kuban 2-0 Partizani. Pjesa e dytë nisi me një zëvendësim për Partizanin, me bathën që ja la vendin e Ramadanit. Ndërsa te Korabi, Murja u fut në fush për Denis Peposhin. Presioni i vazhdueshëm i Partizanit u shpërblye me golin e tretë që u shënua nga Krasniqi në të 62-ën, pas krosimit të Kalarit. Arrin të shënoi Gzim Krasniqi. Në minutat e mbetura, Starova i jep kënaqësinë e aktivizimit Markut dhe Hakajt, duke thirrur në stol Atandën dhe Kalarin. Chetkovicit ja mohon golin traversa në minutën e 80, në rastin e fundit të kësaj sfide, që u mbyll me fitoren 3-0 të kuqve. Në ndeshjen e javës së fundit, Partizani udhton drejt Korçës për të përballur me Skënderbeun, ku do t'i mjaftojë edhe barazimi për ta mbyllur kampionatin si nën kampion i Shqipërisë.